Gashi, është mungesë e vullnetit politik apo përpjekje për t'imponu një rezultat që nuk ka ekzistuar më në shkurt? Kushtimisht kisha me thonë është mungesë e vullnetit politik. Do thotë një rëzën e interesi shtetit në relacion krijimit të institucioneve para se të jetë ndonjë nat apo ndonjë, si themi kështu, ngulje këmbë në parime. Fillimisht gjithçka mbrapshtja ka nisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese i 2014-s është presupozuar nga një numër prej njerëz që të cilë kësi komplikime ky precedent. Ja që cili në Kosovë fatkeqësisht me këtë mungesë vullnetit politik për të gjithë liderët politik, jashtë partitë politike, duhet të jetë decisive gjykata kushtetuese e jo të jetë kuptimsi apo hapësirë për interpretime nga aktorët politik. Ata folin për interesin edhe për kutin e tyre, interpretojnë çfarë do. Prej ai nga vetëvendosja deri te ai pinismës. Ç'është ju pëlqen? Po shohim mas vendimit që në vend se ky vendim i gjykatës kushtetuese të shkaktoj qartësi, ky ka ndihmuar kësaj paqartësisë apo kokëforcisë politike të spektrit ton politik. Të disa me drejt, të disa pa drejt. Tash mbarë që për cilit kënd mund të shihet, sepse ka shumë dimensione që mund të shikohet. Por gjithsesi, themelore është që nuk po ka vullnet politik për me nshu për hatër të themelimit apo konstituimit të institucionit më të lartë në vend që është parlamenti. Kjo është evidente. Sepse frika, ndoshta edhe arsyeshme, e vetëvendosjes është që nëse shkohet me ndrim të emrit në këtë rast zonën Saxhiu, atëherë ajo do të reflektonte në humbje të votës apo do të, si themi, do të dukej sikur Albin Kurti dhe vetëvendosje kanë shu në kërkesat politike apo në tekët e ish opozitës apo Një pyetje, Gashi.